Shumë flet këneta dhe flasin këta në për këto moçalet e televizorëve, s'ka buk, s'ka ujë, s'ka prodhim, s'ka punë, s'ka asgjë, ndërkohë që eksportet, do me thënë prodhimet tona, prodhimi jonë, ishin 9.3 miliard dhe kanë shkuar 9.1 miliard. 3 herë më shumë. Vazhdojmë. Këto janë pagat e mjekëve. Sot paga mesatare e mjekëve është 1.670 euro dhe do t'jetë 2.000 euro në Shqipërinë 2030. Këto janë të gjitha programet që ne kemi bërë për mbështetje sociale. Ne kemi rritur në mënyrë shumë domethënëse mbrojtjen sociale, kemi thuajse 3 miliard euro që shkojnë për këto programe, kemi përfshirë të gjitha bashkitë në këto programe dhe janë 32 shërbime për persona me nevoja të ndryshme që bëhen për t'u gjendur atyre pranë dhe unë dua të veçoj shërbimin për fëmijët me aftësitë veçanta, për familjen e tyre dhe dua të them që nga janari i vitit të ardhshëm mbështetja për nënat e fëmijëve me aftësi të veçanta do të dyfishohet. Ndërkohë që kjo është shifra e nënave të papuna me 3 ose më shumë fëmijë, janë 9.200, të cilave prej disa vitesh qeveria ju paguan sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pavarësisht se shkojnë në punë, 25 milion euro në vit, që mos mbeten pa pension për shkak se nuk punon dot se kishin shumë fëmijë, por të kenë nesër një pension dinjitoz. Kjo është shifra e bonusit bebes që ne e japim prej vitesh, kur e jepte këneta ishte 50.000 lekë vjetra. Ne kemi bërë 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1.200 euro për fëmijën e tretë. Ndërkohë që nga viti i ardhshëm do ta ndryshojmë skemën, nuk do jetë më një çek në maternitet në momentin e lindjes, por do të jetë një mbështetje financiare çdo muaj sipas numrit të fëmijëve. Këto janë pagat e mësuesve. Sot paga mesatare e mësuesve është 950 euro dhe 1.250 euro do t'jetë në Shqipërinë 2030. Këtu e kam veçuar këtë, janë investimet në buxhetin e mbrojtjes. Kemi pasur ushtrinë më të keq paguar, më të keq pajisur në gjithë rajonin tonë, me i buxhet qesharak 28 milion euro, që sot është 10 fish, 280 milion euro, dhe paga mesatare e ushtarakëve sot është 1.550 euro. Kjo ka sjellë dhe rritje të interesit nga të rinj që të futen në rrugën e karrierës ushtarake. Do ta bëjmë edhe më shumë, sepse duam që ta kemi në mesataren e ushtrive të NATO-s, që janë vende shumë më të mëdha dhe më të pasura, por sot që flasim, ne kemi ushtrinë më të mirë paguar në rajon, përfshi dhe ushtrinë e Serbisë, që është më e madhja e Ballkanit.